Rreth 4% e zhvlerësuar krahasuar me një vit më parë, por duke vijuar 8% edhe në 2025-ën. Kjo është situata me të cilën ndodhet euro aktualisht. Monedha evropiane vijon të humbas terren duke u këmbyer për 98.96 lekë sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë. Është turizmi, remitancat, por edhe afrimi i zgjedhjeve parlamentare sipas ekspertëve që po dobësojnë më tej këtë valutë, ndërkohë që muaji shkurt dhe mars ka sjellë edhe nënçmimin e euros për shkak të rritjes së numrit të turistëve që vizitojnë Shqipërinë. Fenomeni i dytë është rritja e emitancave, ku së fundmi emigrant kanë sjellë më shumë para këto muaj, duke ndikuar drejt për drejt tek euro. Gjithashtu edhe investimet e huaja direkte janë në nivelet më të larta në pasuritë e patundshme dhe këto të fundit i kanë transaksionet e tyre në euro, thonë ekspertët e ekonomisë. Efekti i zhvlerësimit të euros ka sjellë humbje në të ardhurat e buxhetit të shtetit. 160 milion euro më pak u regjistruan nga TVSH-ja në import në 2024, ndërsa më pak fitime kanë patur edhe eksportuesit, por nga ana tjetër kjo situatë po favorizon ndjeshëm borxhin e jashtëm. Në tendencë rënëse ndollen edhe monedat e tjera kryesore. Dollari amerikan këmbet për 91.36 lekë, paundi britanik 118.15 lekë dhe franga zvicerane 103.61 lekë.